Përshëndetje. Na sot e kemi marrë këta specat kusht e hajvarit dhe i kemi pastru, ja kena hek gërdhajën ose bishtin, i kena përgadit tamam për një recet që keni kërku ju përmes komenteve receta me specat pa djegës të hajvarit. Tash kjo recet shkon kështu. Megjithse i kom përgadit specat, ju tregova qysh shkojna duke qit vaj qëtu për 1 litrën për pjekje. Edhe qesim vaj qëtu. Shkojmë duke marrë specat edhe duke ja qit kalu kryp mrena. E qesim kalu kryp mrena, edhe i qesim në tavë. Unë furrën veç e kom lëshu 250 gradë, më nxe. Edhe shkojmë duke qit kështu, edhe i qojmë në furrë. Nuk i lojna më pjek shumë, si me thonë, më bon kështu me njolla të zeza. Tash ju tregojmë që shkojmë me procedurë. Kjo turshi mjaft e mirë, ja vlen me përgadit. Jo si po du me thonë, po që të turshia shka jam të qitu në recet, nuk ju dështojnë. Qështu veç ajo pëlqej me përgadit, se shkoni qështu ju dalin normal mirë. Se une për vitin nuk thom kur ka konzervan, nuk thom si s'ka. Qështu shkon puna. Tash piqoj tash për pjekje. Vetëm pja qesë dhe pak vaj për mi. Dhe me thoj qitëm pak vaj për funi, po edhe pak vaj për mi. Kajlun krep. Edhe i qoj në furrë. Furra shumë si për mi, si për funin, 250 gradë, edhe i qojnë për pjekje. Tash peshini se na i qitëm në furrë edhe këta u përgadeten, nuk i lojna shumë, edhe i qisim në këtë burë. Sepse kena me pjek tjertë, qisim në këtë burë. Na veç desa t'i pjekim krejt qështu. Tani shkojmë t'u palu në kavanozë. Këta veç langën kanë fillu me lshu. Këta e në specat pa djegës. Qysh pi përgadis kështu. Ta muni edhe sumburkat. Apet, në gjithë se une ju pisheni si qita këtu. Edhe ta longin normal që ja dirë këtu. Longin që unë ura aty. Shkoj apet duke qitë speca këtu. Apet shkoj kja qitë krypen. Ka gjën kryp edhe qitë këtu. Kështu sa të keni speca, për mos kom shka mi thonë, dënë mi bon 15 kg, vajt shkoni gjithë qështu. Tash pishini se ja kena fillu me palu këtu në kavanozë.
qitëm speca, qitëm magdanëz, karrot, shkuj me pak sheqer, me pak kryp, me kaj moje luge qështu, sepse kum qitë mrena, me ka pak ufull 9%, dhe më thonë, hudhër magdanëz, karrot, edhe atëherë shkuj me speca duke qitë. Me karrot, me hudër, magdanëz, biber zi. Ka pak ufull 9%. Pak sheqer, edhe kaj moje luge kryp, sepse kryp I kem qitë mrena. Ata shkuj me specat. Nga qesim këta lamen që ndovë, ta ulëm I specit me vajnë. Tash I kem këta specat që I kem qitë këtu në bure, edhe këta shkojnë të qitë këtu. Tash veç gati o mushkja. Krep, pak sheqer. Pak ufull, krejtin ashtu qështu.
tash ti shkojmë marrëm edhe një kavanuz. Këta e përgatitem jo po të qysh. Tash ti shkojmë edhe me një tjetër qëtu. Tash ti ju tregova që uji ka lshu normal 1-2 geshtë, po nuk jën mush. Unë na dolën spica dhe me mush këtu 2 kavanuza vogla. Edhe unë i kom qitu 3 litra ujë, edhe kryp i kom qitë 5 lug kryp, një konzervan, sepse vinobran nuk guxon me qitu, sepse kanë vaj, edhe pa kufull shkojmë duke ja qitë, sepse nuk i ka dalë ujtë në kryt, ujtë është i vlum, edhe i vakt tash është. Po ashtu ja qesim edhe spica në tjerë. Uj do të mirë dalë deri në kryt. Edhe, si ka thonë ajo mu derë bile pak. Qatë se duhet me posoj. Ju pishirni, kjo të shi mjaftë e mirë. Me konsum burka, ju kisha thonë si ujtë i kish dalë 100%, pra spica të pa djegës të hajvarit nuk ju delë, shtu që ja shtum na ujtë. Unë e moj mi u thonë se s'ja kom qitë një konzervan, po unë ju të rëgoj se ja kom qitë, shtu që kjo ruhet në një vend ftoft, në podrum, një garazh të kirit ose dikon. Tash ti shkojmë duke mbyll. Tash ju e po të procedurën që shkoj, këtu janë 2 kavanuzat vogla dhe një 5 litra që i mbushëm me këtë recetë të specave të kuq të hajvarit. Faleminderit për shikimin e kësaj video, na bëni like dhe subscribe. Edhe ju kisha thonë mos të leni pa i provu këta speca.